A qajnë burrat? Dikush e pyeti një plak të mençur. A qajnë burrat? Plaku ju përgjigj me vendosmëri dhe i tha: Po, burrat qajnë. Ai e pyeti sërish: Kur qajnë burrat? Plaku i tha: Burrat qajnë kur vdesin nënat e tyre. Burrat qajnë kur humbasin baballarët e tyre. Burrat qajnë kur sëmurët njëri nga fëmijët e tyre. Burrat qajnë kur martojnë vajzat e tyre. Burrat qajnë nga mosmirnjohja, arroganca apo fyrja që i bëjnë fëmijët e tyre. Burrat qajnë nga dëshpërimi, pafuqia, zhgënjimi dhe vuajtja. Burrat qajnë kur nuk janë në gjendje të sigurojnë ushqimin, nevojat apo dëshirat më të vogla për fëmijët e tyre. Burrat qajnë nga ndarja me adheun dhe nga largësia me njerëzit e dashur. Burrat qajnë, por ata qajnë në errësirë, në nëreshjet e shiut, mbi astëk. Lotët e burrave nuk rrjedhin nga sytë dhe faqet që t'i shohin të gjithë. Lotët e tyre rrjedhin nga zemra dhe mbi zemër, dhe ato lotë shfaqen përmes pshertimave, vështrimeve, rrudhave në fytyrë, thinjave në flokë, dridhjes së duarve. Kështu qajnë burrat.